Shkon në Shqipëri dhe mposhti ata, kërkesa publike Vučić për trajnerin e Serbisë. Gjatë një tubimit partisë të tij në Nish, presidenti serb Aleksandar Vučić ju drejtua nga skena trajnerit të ekipit kombëtar serb të futbollit Dragan Stajković Piksi, duke falenderuar që nuk e fsheu mbështetjen e tij ndryshe nga shumë të tjerë. Shumë njerëz nga Nishi harojnë se çfarë është bërë. E pash pak më parë dhe tani e shoh që është tu. Ju lutem, duar trokitni fort trajnerin serb Dragan Stajković Piksi, një legjendë Nishit i cili nuk e fshes si shumë të tjerë dhe erdhi të jetë me ne sonte në qershor ose korrik do të luani atje kundër Shqipërisë. Shkoni për t'im poshtur ata, ka thënë Vučić nga skena. Gjatë kësaj kohe, Stajković buzëqeshi dhe përtypi çamçakës ndërsa kamerat ishin të drejtuara nga ai. Pak ditë më parë Vučić mori pjesë në samitin e Tiranës ku ul në një tryezë me liderët e Europës dhe u prit nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama.